Tani të shkojmë tek një material që është bërë gati. Një rrëfim të një mësueseje, e cila do të na flasë për të arriturat e saj në arsim, e besa dhe në biznes. Kolegu Bahtir Sakolli ka qenë në Istok dhe ka bisedu me njërën nga këto gra, e cila ka arrit pra shumë rezultate. Dhe jo rastësisht thuhet se gratë veç a dojnë, se nëse dojnë 3-4 profesionet i bëjnë dhe atë më së miri. Gjumnia Feza është menaxhere apo themi drejtoreshe e shkollës fillore Vajrancuri këtu në Istok. Njërit është edhe biznismene e dalluar, por ka kontribuar që kjo shkollë të marrë një pamje krejt të re me angazhimin e saj humanitar që të grumbulloj mjete për restaurimin e shkollës. Përshëndetje drejtoreshe. Përshëndetje. Fillimisht me thuaj, ke punuar 32 vjet me ditarën e dorë. Po. Çka do thotë kjo? Si nisi puna me ditarën e dorë dhe a mund të na veçosh ndonjë nga momentet më të rëndësishme të punës suaj me ditarën e dorë? Faleminderit. Po, unë kam punuar realisht 30 vite me ditarën e dorë, se 2 vite tash i bëj si drejtoresh. Për të punuar si mësuese edhe me ditarën e dorë është një privilegj jashtëzakonisht i madh. Sepse kur ti punon për një mision të shejtë dhe kur je e gatshme që fëmijëve t'ju japësh një dituri ta marrin nga ti edhe që asnjëherë të mos lodhesh dhe mos shpenzohesh për ta, është një krenari jashtëzakonisht e madhe. Vlen të theksohet se puna ime ka filluar qysh në kohën e okupimit, edhe kemi punuar në përdhoma. Dhe më thonë, në shtëpinë time kam fillu s'pari të punoj si mësuese. Unë ka momentet shumëta për me përmend, dhe më thonë, prej vitit 1994. Mirë po, momenti maj veçantë ka qenë atëherë kur kemi fillu në përdhoma. Kur shtëpi shkollë, edhe pse ishim të okupuar, edhe pse ishim të rrethuar, edhe pse ishim të ndalum, asgjë ne si mësimdhënës nuk na ndalante. E vetmja sfidë jona, edhe vetmja detyrë e jona ishte që sa më shumë atyre nxënësve t'ju dhajmë dashuri dhe t'ju dhajmë mësim. Ta dinë rolin e mësimit dhe sa të rëndësishëm do bëhen vetëm nëse në të ardhmen do bëhen udhëheqës ose do të bëhen pjekur me mësimin dhe punën që e bëjnë. Tash me siguri takon diken nga ata nxënës që dikur kanë mësuar në shtëpi të shkollë, takohesh në jetën e profesionit dhe ka kuadra të forta që kanë dalë nga ajo kohë edhe pse në kushte të vështira të mësimit në shtëpi shkolla? Po, takoj. Edhe takoj shumë. Bile kanë ardhur edhe për të më vizituar në shkollë, për të më uruar edhe rolin e drejtoreshës, kanë ardhur edhe përpara kur kam qenë mësuese. Nxënësit e mi janë mjek, janë inxhinier, janë profesor, janë mësues, janë gjithë alamit. Kam nxënës që gjatë viteve të mia, gjatë rrugtimit tim, edhe ata kanë përparuar me jetën e tyre, janë familjar, janë, dhe më thonë, kanë ecur përpara në jetë. Dhe kthehemi pas lute, filluat punën, vazhduat aty ku kanë mbetur dhe si po reflektohet procesi mësimor tek gjeneratat e reja tash? Po, procesi mësimor dhe më thonë dallan prej kohës gjatë luftës dhe pas luftës. Mirë po dallan pothuajse çdo vit kuptohet që gjeneratat tash nuk janë si përpara. Përpara më tepër ka qenë mësuesi në qendër, edhe nxënësi ka qenë më pasiv. Mirë po tash nxënësit janë në qendër dhe mësuesi normal që është çdo herë udhëheqës edhe në detyrën kryesore. Po mendoj që roli edhe efekti i mësimit ka qenë efektiv edhe atëherë, por është edhe tash. Pse mos i përdorim edhe metodat çdo herë që janë edhe më të reja, teknikat
të cilat i kemi për mësimdhënie dhe mësimdhënie. Drejtorisht kjo shkollë ishte në gjendje bukur të vështirë, viteve të mëhershme. Tash ka marrë një pamje krejt të re. Dëgjuam se ju jeni angazhuar shumë që të sjellni donacione këtu në këtë shkollë, tash merr një pamje kaq të mirë. Po. Shkolla e merr pamjen dinjitoze ashtu siç e meriton. Mirë, po kjo shkollë nuk e ka marrë këtë pamje veç falë angazhimit tim. Unë së pari i falenderoj stafin tim, që e kam një staf të mrekullueshëm në shkollë. Pastaj, kolegët e mi, arsimtarët, arsimtaret, i falenderoj nxënësit, i falenderoj prindërit, falenderoj drejtorin e DKA-s, Naim Behluljaj, i cili edhe e ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm. E mbi gjitha, ai që ka ndihmuar edhe ka dhënë donacione edhe nga komuna, që kjo shkollë ta merr pamjen siç e meriton, është kryetari i komunës, zoti Ilir Ferataj, që falenderoj jashtëzakonisht, siç e theksova edhe më herët, këtë punë edhe këtë shkollë nuk e bëra vetëm unë, por e bëm dhe ja kthym dinjitetin të gjithë së bashku. Por, kohët fundit edhe nxënësit janë shumë aktiv, arrin rezultate të mira si në garat këtu komunale, nivel të Kosovës, por edhe me gjërë. Po. Matematika, si duket, këtu po hec mirë. Të na po duket si po hecin gjitha mirë. Vlen të theksohet se edhe në matematik, nivel komunal, kemi zënë vendet parë, dytë, tretë, po ashtu edhe nivel republikan. Ta shumë bajten edhe garat e fizikës, edhe shkolla jonë ishte, nxënësit e shkollave tonë, dhe më thonë, ishin vendin e parë, dytë, tretë. Po fakti që më ka gëzuar më shumë, jo vetëm mua, edhe që na kanë nderu këta fëmijë, jo vetëm shkollën, për tërë komunën është, se nivel shtetëror, republikan, në garat e fizikës, e kemi zënë vendin e parë, dytë edhe tretë. Ky nuk është një angazhim vetëm i nxënësve, kuptohet se nxënësit e kanë arritur, por këtu dëshmohet edhe puna e madhe që bëhet në këtë shkollë. Dëshmohet puna e arsimtareve të fizikës, arsimtare Semine Dreshaj, arsimtare Sëremzie Magjarre, mandej puna në matematik e arsimtareve të matematikës, e patjetër rezultati dhe suksesi nuk mungon tek nxënësit. Këto kupa që po i shihni pas, që i kemi dhe ne, këto gjitha i kanë punu arsimtarët vetë, arsimtarët edukatës fizike, arsimtarët tjerë që kanë bashkëpunu, që kupat të sjellin në hollin e korridorit. Të gjitha këto na kanë sjell fitore. Jemi të partë edhe në gara që i kemi të edukatës fizike. Që do thotë se kemi arsimtarë të mrekullueshëm, ashtu edhe nxënës. Të gjitha këto medale edhe kupa janë rezultat i fitoreve. Zonja Pisa, çdo ku në Kosovë kemi probleme sa i përket mësimdhënësve, mungesës disa mësimdhënësve, problem të caktuara. Si është gjendja këtu? Bie apo shtohet numri i nxënësve dhe a keni probleme kuadër? Sa i përket numrit të nxënësve, fatkeqësisht shumë familje po migrojnë. Edhe ndodh që një antar i familjes i ka 2-3 nxënës edhe i merr, edhe po migrojnë për shtetet e jashtme. Mirë po, prapë edhe një e mirë, s'po dija ta quaj e mirë apo jo, prapë po kemë edhe nxënës tjerë që po zaventsohen se po vinë prej fshatrave dhe prej vendeve tjera. Sa i përket kuadrit, fatmirësisht, shkolla jonë është e plotësuar me kuadër. Falë edhe DKA-s, dhe më thonë, që me njëherë lajmërojmë që kemë ndonjë pushim të lindjes ose diçka, lajmërojmë 2-3 muaj përpara, deri në 4 muaj, edhe momentin që personi del në pushim, me njëherë zaventsohet me kuadër. Fatmirësisht, këtë problem nuk e ka shkolla jonë. Dhe për fund, përveç që merreni me
punën e juaj si drejtoresh, ka vite që ushtroni edhe profesionin e një biznesmenje të mirë, si po e arrit të dyjat, edhe në edukim fëmijëve, edhe menaxhimin e shkollës, edhe biznesit e mirë. Faleminderit për pyetje, megjithse unë prej edhe mësuese kur kam punuar, edhe tash si drejtoresh, biznesin me shkollën nuk e kom përzi asnjëherë. Edhe në shkollë nuk e përmend asnjëherë biznesi im. Biznesi është i trashëguar, domethënë prej bashkëshortit. Është fakt që e kam udhëheq bashkë me dy fëmijët e mi, që i kam dy djem, Florianin dhe Ervinin. Ata kanë qenë të vegjël pas humbjes së bashkëshortit, vdekjes së tij. Por bashkarisht ja kem dalë. Edhe kur mundohesh edhe punon, rezultatet nuk mungojnë. Që 2 vite, do më thoni vit, diçka afër 2 viteve, biznesin ma udhëheqin komplet djemt e mi, e sidomos djali i madh, që tjetrin e kam studime, ky ka përfundu studimet, po tjetri është studime, po gjatë vikendeve edhe ai është pjesëmarrës. Kuptohet që asone nuk heqi dorë prej biznesit, kur ka nevojë për ndonjë ndihmë, për këshilla dhe këto. Por asgjë nuk ishte pa arritshme, edhe kur ti e synon një punë, edhe nuk i ndalesh, edhe do të arrish, edhe pa ndihmën askujt. Dhe më thonë në bashkarisht me 2 fëmijë që kanë qenë moshë të vegjël, ja kom arrit edhe vetëm me punë edhe kom arrit me edukat, me punë, kom arrit me shkollë, me gjitha. Është një sfidë e madhe, por ndërkohë është edhe një krenari. Drejtoresh, falenderoj shumë për bisedën, të urojmë shumë suksese. Faleminderit për juve, ishte kënaqësi.